Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 televizionit, pra studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë pasur dhe kanë përgatitur gazetarët tanë me kronikat të cilat ata i kanë përgatitur për të transmetuar në kuadër të kësaj magazini informativ në një ditë me shumë zhvillime, duke nisur nga zhvillimet në Kuvendin e Kosovës. Tashmë është konstituar Kuvendi i Kosovës me votën që deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë pasur për Nëna Drasheq si nënkryetar i 5 i Kuvendit të Kosovës. Tashmë Kuvendi, nëse nuk është bërë dhe kësaj radhe shkili kushtetuese, cilësohet si i konstituar. Kjo gjë u mundsua me votat e Lidhjes së Demokratike të Kosovës, realisht paraprakisht u tentua që të votohet pra përfaqësuesi i listës serbe. 9 herë, 9 propozime ishin pra për deputetët e listës serbe, dështuan të gjës dhe më pas radha i kaloi Nëna Drashiqit, i cili me vota televizjes së vetëvendosje e po ashtu edhe me ato të Lidhjes Demokratike të Kosovës u bë nënkryetari i 5 i Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë një zhvillim tjetër ka të bëjë me Fatmir Shahullin, i arrestuar një ditë më parë për spionazh, i njëjti sot ka dalur para trupit gjykues. Realisht prokuroria ka arsyetuar dhe ka publikuar dhe ka treguar arsyeën e arrestimit të tij, duke lidhur atë me aktivitete të cilat kanë të bëjnë me spionazhin, ku Fatmir Shahulli sipas dosjes së prokurorisë ka bashkëpunuar me bijën serbe për ta dëmtuar pra funksionalitetin e shtetit. Për më tepër janë përmendur materialet të cilat i kanë marrur nga bija serbe, të njëjtat më pas janë publikuar në mediat online këtu në Kosovë. Ndërkohë në pjesën e tretë emision frontal do të flasim pak edhe për zgjedhjet lokale, pra të dielën janë zgjedhjet lokale, është një garë shumë e ashpër, jo vetëm për kandidatët për kryetarët të kryeqytetit, mirë po edhe për ata të cilët tentojnë të jenë pjesë e asamblesë. Dhe në pjesën e tretë emision frontal do flasim me Andi Belegun, që është kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për Asambli Komunale të Prishtinës. Do të kemi shumë informacione përpara se gjithashtu titullit kryesor. Më në fund Kuvendi shpallet i konstituar, Drashiqi zgjedhet nënkryetar me votat e vetëvendosjes dhe LDK-s. Vetëvendosja deklaron se koalicioni zbën vetëm me PDK në listën serbe. Konjusa thotë se pas formimit të qeverisë do të jetë ministri i jashtëm. Dosja e prokurorisë vën pa dyshimet se Shahulli me udhëzimet e bijës serbe publikoi materiale inkriminuese del sot para gjykatës. Shpërthon bombola e gazit në një shtëpi në fshatin Shajnë të Dragashit, vdes 13 vjeçaria. Emision frontal për sot e nisim me zhvillimet në Kuvendin e Kosovës, ku sot me vota televizjes vetëvendosje dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nëna Drasheq u zgjedh nënkryetar i 5 i Kuvendit të Kosovës dhe me këtë akt cilësohet se Kuvendi i Kosovës është konstituar. E gjithë vëmendja këtë premte ishte nga deputeti serb Nëna Drasheq. Ligjvënësit edhe njerë tentuan që ta konstituojnë Kuvendin, tani me një gjykim të ri të kushtetueses. Deputetët filluan të zënë vendet e tyre, e zbrazët ishte vetëm ajo në krye të sallës. Krye parlamentari hyri duke qeshur e i përshëndeti me radhë bashkëpunëtorët. Pasi konstatoi kuorumin, Dimal Basha ftoi përfaqësuesin e komunitetit serb që të propozoj emrin e nënkryetarit. Të ftoi përfaqësuesin e komunitetit serb të bëjë propozimin e tij në foltore për nënkryetarin, kandidatin për nënkryetar të Kuvendit. Faleminderit. Kështu vazhdoi për 27 herë, ku secili propozim e konsumonte të drejtën deri në 3 herë që të votohet. Toni kao što je navedeno u pisanom predlogu. Votat për ishin gjithnjë të njëjta. Ato që ndryshonin ishin ato kundër e abstenim, varësisht për prezencës e deputetëve në sallë. Kur e konsumuan të gjitha propozimet nga lista serbe, kryesuesi Basha kërkoi nga përfaqësuesit e komunitetit serb që ta propozojnë edhe deputetin e 10 nga ky komunitet, por Igor Simić refuzoi. Daljet e shpeshta në foltore nxetën reagimet e deputetëve të vetëvendosjes, të cilët i kërkonin që të ulet në vendin e tij. Kur pa refuzimin e listës serbe për ta propozuar Nëna Drashiqin, Dimal Basha, duke u bazuar në rregulloren e Kuvendit, kërkoi nga deputetët e pranishëm që të votojnë për të. Vazhdojmë me votimin e kandidatit të radhës, që është deputeti
Nenad Rashić, i cili përfaqëson komunitetin serb në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Rashić, përveç nga lëvizja vetëvendosje, përkraje mori edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, vetëm Lutfi Aziri nuk mori pjesë fare në votim. Lista serbe votoi kundër, ndërsa PDK, AK e Duda Balje abstenuan. Kur u kuptua se Nenad Rashić mori 71 vota për, Agem Batiri e Albin Kurti ju gëzuan fort këtij fakti. Pas këtij momenti, kryeparlamentari Basha mbylli punimet e kësaj seance. Konstatoj se Kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashić nën kryetar të Kuvendit të Republikës Kosovës nga radhat e deputetëve të komunitetit serb. Pas votimit në Kuvendin e Kosovës, Nenad Rashić ka falenderuar deputetët që votuan atë për nënkryetarët e Kuvendit e Kosovës, ndërkohë Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila me votat e saj mundsoi Nenad Rashićit të jetë nënkryetari i 5 i Kuvendit e Kosovës, e ka arsyetuar veprimin e vet duke thënë se tashmë kanë ardhur në përfundim se forma e votimit nuk është antikushtetuese. Shkurt e pati një falenderim. Jam falenderues shumë të kolegëve të mi të cilët sot kanë votuar për mua dhe shpresoj që kjo do të jetë një fillim të ri në ndërtimin e institucioneve sa më parë është më shumë. E nga holli i Kuvendit tashmë të konstituuar, deputetin Nenad Rashić u largua si nënkryetari 5 i legjislaturës së re. Kjo pozitë Rashićit ju mundsua me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne votuam për Nenad Rashićin sot, sepse aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese ka dhënë një interpretim të cilin ne nuk e kishim më parë dhe sipas asaj që ne kemi kuptuar, ai ka të drejtë që të zgjedhet si nënkryetar dhe përfaqësues i komunitetit serb. Më dyshje se Kuvendi është konstituuar pa ati kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Është konstituuar apo jo Kuvendi, duket se kjo përgjigje ende nuk e ka marrë formën e plotë. Unë besoj që konstituimi ka qenë i domosdoshëm dhe nevojshëm qysh me 15 prill për çka jemi angazhu ne. Mbetet të shihet a do të funksionoj tutje. Për neve është shumë e rëndësishme që konstituimi të jetë final dhe që të hyjmë në afate kushtetuese për të parë mundësinë e formimit të qeverisë së re. Ndryshe nga Krasniqi, mendon kryeparlamentari Dimal Basha. PDK-ja ka drejt me ngrit dyshimet e veta. Gjykata kushtetuese është për atë punë, mirë po, procedura ka qenë plotësisht në rregull. Siç e dini, 9 kandidat janë propozuar dhe janë ezaruar, pra secili kandidat ju është dhënë mundësia me u votu nga 3 herë. Pakënaqësi kundër procesit të konstituimit të Kuvendit shprehen nga lista serbe. Sot nuk ka përfunduar konstituimi i seancës së Kuvendit dhe mos lejonit të ju gënjejnë. Është kelur aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, si dhe kushtetuta dhe rregulloria. Që zgjedhja e Nenad Rashić si nënkryetari i Kuvendit të Kosovës është antikushtetuese, e tha dhe Fatmir Lima, i cili nuk mori pjesë në seancë. Tashme nëse Kuvendi i Kosovës cilësohet si i formuar, atëherë janë 2 javë që i ka ku lëvizja vetëvendosje për ta e krijuar qeverinë. Glau Konuca, nënkryetar i lëvizjes vetëvendosje, dikur kryetari i Kuvendit të Kosovës, tashme ka thënë se do të jetë ministri i punëve të jashtme. Me konstituimin e Kuvendit filloi edhe rrjedhja e afateve për formimin e qeverisë. Tani është në dorë të Albin Kurtit që brenda 15 ditëve që ta propozoj kabinetin qeveritar, pasi të pranoj mandatin nga presidentja e vendit. E si lideri vetëvendosjes do të jetë sërish kryeministër, nuk ka dilema, ish kryetari i Kuvendit. Unë besoj që do të kemi qeveri, do ta kemi Albin Kurtin për herë të tretë, kryeministër të Republikës Kosovës, së shpejti. Kjo do të ndodhë pas konstituimit të Kuvendit. Unë mendoj që prej nesër fillon rrjedhja e kohës për krijimin e qeverisë të Republikës Kosovës. Madje Konuca konfirmoi se tani me vetë se janë ndarë poste qeveritare. Po, do ta kem një përgjithësi në qeverinë e re. Me gjas ajo do të jetë. Diplomacia sipas gjitha gjasa. Ish kryeparlamentari i Kosovës për herë të parë foli edhe për pasardhësin e tij. Ajo është i propozuar i vetëvendosjes edhe është votuar nga gjithë ne.
është zgjedhur me legjitimitet, i kemi uruar të gjitha të mirat edhe punë të mbarë. Mendoj që do ta udhëheq mirë kuvendin e Republikës tonë, edhe mendoj që do t'jetë i afërt bashkëpunues edhe me partitë e opozitës, ashtu do t'jetë standardi se si vepron kryetari i kuvendit. Tani me kuvendin e konstituar, angazhimi zyrtarëve të vetëvendosjes do t'jetë për formimin e qeverisë së re, por me disa vija të kuqe. Ne do të vazhdojmë komunikimet edhe me deputetët tjerë në mënyrë që të kuptojmë më shumë nëse kanë vullnet për të qenë pjesë e qeverisjes. Unë sot nuk mund ju jap detaje për këtë, por ju premtoj që do të njoftoheni sapo të ketë diçka konkrete. Në rast që nuk formohet qeveria re, asnjëra nga partitë politike në kuvendin e Kosovës nuk i ka përjashtuar zgjedhjet të jashtëzakonshme. Po cili është versioni i lidhjes së demokratike të Kosovës, e cila sot me votat e saj ka vendosur që të formojë kuvendin e Kosovës në mënyrën që deri tash nuk ka qenë i konstituar, sot me votat e lidhjes demokratike të Kosovës ka ndodhur një gjë e tillë. Në lidhje direkte tash e kam deputetin e LDK-s, Paris Gurin. Përshëndetje, Paris. Përshëndetje, Arsem. Faleminderit shumë për gatishmërinë për qenë pjesë misionit frontale dhe në këto rrethana. E di që tash jeni pothuaj në përmbylljet e fushatës dhe kuptoj edhe aktivitetin që keni edhe ju, po edhe partitë tjera, po megjithatë faleminderit që jeni pjesë e misionit frontal dhe të flasim për votat që sot i dha Lidhja Demokratike e Kosovës për nënkryetarin e 5. So për sërën për publikun, makina ime është ndollën, kështë nuk po vëzës edhe po fule. Po, Lidhja Demokratike e Kosovës sot ka votu për propozimin e nënkryetarit të 5 në Nader Rashiq, ku edhe ka kontribu në zhbllokimin e institucionit më të rëndësishëm, më vital për demokracinë e Republikës, edhe kemi votu për duke zhblloku institucionin e kuvendit të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës gjithmonë ka qenë për me i zhblloku institucionet e Kosovës. Ne e dim që prej 15 prillit ne gjendemi në një ngërç i cili nuk i ka kontribu as pak kuvendit të Kosovës dhe Republikës të Kosovës, pas aktgjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese, ekspertët të gjykatës kushtetuese, të ekspertët juridik të Lidhjes Demokratike e Kosovës e kanë vlerësuar që ky aktgjykim i ka hapur rrugë zgjedhjes së nënkryetarit të 5. Sot për me qenë korrekt, kjo prej fillimit ka qenë pozita e nënkryetarit të 5, ka qenë një pozitë absolutisht formale, cila nuk ka ndonjë ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e jetës parlamentare, kështu që ne sot kemi votuar për zhbllokimin e institucioneve të kuvendit. Mirë po, me njëherë filluan të lindin dyshime se në bas eventualisht Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë vota edhe për qeverinë e ardhshme. Jo, absolutisht nuk është e vërtet. Ne kemi pos disa oferta të lëvizjes vetëvendosje. Të gjitha ato i kemi refuzuar, vazhdojmë të refuzojmë për arsye që ne mendojmë që kemi dallime jashtëzakonisht të mëdha me lëvizjen vetëvendosje, dhe po të kishim qenë të interesuar për një qeveri, se ne do t'i pranonim ftesat qysh atëherë kur na kanë ftuar, mirë po ata gjithmonë kanë thënë që ne i kemi numrat për qeveri, por nuk i kemi numrat për kuvend. Kështu që ne tash ja mundsuam zhbllokimin e kuvendit, tash ta presim se ai kanë pasur me të vërtet votat për kryeministër apo jo. Realisht, Glau Konjuca, nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë se i kanë votat për qeveri, madje ai ka treguar se vetë do të jetë ministri i punëve të jashtme dhe ka folur për një siguri të madhe që pra për numrat që i kanë për ta krijuar qeverinë e Kosovës. Nuk e dini se këto vota eventualisht ndonjëra mund të jetë nga LDK-ja, apo Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka vot për qeverinë e Albin Kurtit, nuk ka vot për kryeministrin Albin Kurti. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka kry obligimin e saj kushtetues, ashtu siç ka thënë edhe aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese për zhbllokimin e institucionit kuvendit përmes votimit për nënkryetarin e 5 të listës serbe. Mirë po kjo nuk do me thonë në asnjë mënyrë që Lidhja Demokratike e Kosovës do të votoj për një qeveri të vetëvendosjes. Në asnjë mënyrë, po të mësova edhe më parë që nëse ne kishim pas interes për
këtë gjë, ne kemi marrë disa ftesa, madje përveç ftesave ato në një farë mënyrë ishin edhe lutje për bashkëpunim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirëpo ne menojmë që dome që i ka bërë lëvizja vendosë e Republikës Kosovës, edhe dome që po vazhdon me i bë, duke i uzurpuar institucionet e Republikës Kosovës, e madje edhe votimi i sotëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës vjen në kuadër të parandalimit të blokimit të uzurpimit të institucioneve që e kanë bërë ministrat edhe kryeministri, kështu që në asnjë mënyrë ne nuk do të bashkëpunojmë me lëvizjen vetëvendosje për krijimin e qeverisë së re. Pares, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit frontal. Faleminderit edhe ju, Arsem. Ndërkohë mbesim ende me zhvillimet në Kuvendin e Kosovës, pasi është zgjedhur dhe është votuar si kryetari i pesë i Kuvendit e Kosovës, Nenad Rashiq, ka mbajtur një konferencë për shtyp, ka thënë se do t'jap dorëheqje tash nga pozita e ministrit që mban dhe do të përkushtohet punës në Kuvendin e Kosovës. Mirë po, ka thënë po ashtu se pretendimet që ka ndalur sa i përket një audioinqizimi që është bërë publik, ai ka hedhur poshtë dhe thotë se tëra është një montazh. Publikimi i audioinqizimeve që pretendohet se është i përfshirë ishte arsyeja e kësaj konference. Ministri në detyrë për komunitetet dhe kthim Nenad Rashiq të premten hodhi poshtë pretendimet se ai është i përfshirë në ndarje në mënyrë të parregullt të votave të komuniteteve. Për të gjitha ato që dëgjohen, Rashiq pati një shpjegim. Diku para 2 muajve, saksisht me 24 korrekt të këtij viti, një person nga Serbia i ka thjerrur 3 bashkëpunëtorët e mi të afërt. Ky person është paraqitur si punëtor i agjencionit informativ në Serbi. Ai u ka thënë atyre që për të mirën e tyre të vinë në Beograd brenda 2 ditëve. A ditë ishte e enjtja dhe takimi i kuvendit ishte caktuar për të shtunën. Zëri me të cilën është drejtuar ishte kërcënues dhe urdhërues. Rashiq tha se ishin paralajmëruar se do të montohej diçka kundër tyre. Ky numër i njëjtë i ka dërguar bashkëpunëtorëve të mi një porosi duke u thënë: "Nuk keni dashur të bashkëpunoni, tash do i shfaqim në publik disa gjëra rreth jush." Kosova është e vogël, të gjithë e kemi nga një mik të përbashkët. Disa portale i kanë marrë disa nga këto inqizime. Mirëpo, këto 10 ditë e fundit, një portal i ka publikuar të ashtu quajturat inqizime. Absolutisht nuk janë të vërteta, janë të montuara dhe është gënjeshtër. Nga kjo konferencë, Rashiq bëri thirrje qytetarëve serb të mos bien prej e mashtrimit nga lista serbe për zgjedhjet lokale. Çka mund t'ju tregoj? Vazhdojmë emisionin frontal dhe flasim për Fatmir Shahollën, i dyshuar i arrestuar një ditë më herët dhe i dyshuar se është marrur me spionazh. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka kërkuar masën e paraburgimit ndaj Fatmir Shahollit në ndyshimin se ishte i rekrutuar nga shërbimi inteligjent i Serbisë dhe ka vepruar nën urdhrat dhe udhëzimet të zyrtarit të BIA-s Bojan Dimiq. Dje u arrestua e sot doli me njëherë para trupit gjykues. Të premten, Fatmir Shaholli u soll në gjykatën themelore në Prishtinë, ku në mesditë u caktua seancat dëgjimore për caktimin e masës së sigurisë. I dyshuari për spionazh u pa i fshehur në një kapele teksa dërgohej në gjykatore. Në seancë, Prokuroria Speciale kërkoi caktimin e masës së paraburgimit për të. Në kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj Fatmir Shahollit, thuhet se i pandehuri me dashje dhe në cilësinë e personit të rekrutuar nga shërbimi inteligjent i Serbisë i njohur si BIA, ka ofruar ndihmë të vazhdueshme ndaj këtij shërbimi të huaj, duke vepruar në bazë të udhëzimeve dhe urdhrave nga zyrtari i lartë i BIA-s Bojan Dimiq. Në këtë mënyrë, sipas prokurorisë, Shaholli ka mbledhur të dhëna, informacione dhe dokumente lidhur me pronat kënaqëse të uzurpuara të komunitetit serb në Kosovë. Në lidhje me aktivitetet biznesore si dhe me gjendjen dhe funksionimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilat informacione pastaj ka përcjell zyrtarit të lartë të BIA-s përmes komunikimeve dhe mesazheve telefonike. Prokuroria Speciale ka përmendur një rast konkret ku sipas dosjes së dorëzuar në gjykat, Shaholli është takuar me një person në Mitrovic të Veriut, ku nga ai ka pranuar audio dhe transkripte të bisedave të disa zyrtarëve të lartë të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim.
Është vërtetuar se me datë 26 shtator 2025, rreth orës 14, sipas udhëzimeve dhe planit operativ të përgatitur nga zyrtari lartcekur i BIAS Bojan Dimiq, i pandeuri Shehulli, së bashku me bashkëshortën dhe veturën e tij të tipit Audi janë shkuar në Mitrovicën e Veriut dhe kur kanë arritur në parkingun e shkollës teknike nga një person i panjohur deri më tani, ka pranuar materiale audio dhe transkripte të bisedave të disa zyrtarëve të lartë të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, që dyshohet se janë komprometuese. Së njëjti më pas që është dhënë ullësi është problem për publikimin e tyre, që materialet pastaj janë publikuar në media online në Kosovë. Shehulli thuhet se nga ky person ka marrë edhe një shumë të hollash si shpërblim për publikimin e tyre, të cilat më pas janë publikuar në disa prej mediave online në Kosovë. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit për spionazh Fatmir Shehullit. Ndërkohë, televizioni publik i Kosovës ka publikuar një audio incizimës të arrestuarit për spionazh Fatmir Shehulli dhe 2 persona të tjerë. Në këtë audio incizim thuhet se është deputetja Duda Balje dhe një person me emrin Amir Rustemović. Lidhje që ka me listën serbe dhe terroristin Milan Radojčić i vërtetoi vetë përmes një bisede telefonike. Audio-incizimi u bë publik nga Radio-Televizioni i Kosovës një ditë pas arrestimit në ndyshimet për spionazh të Fatmir Shehullit. Aty i dyshuarit dëgjohet teksa diskuton me 2 persona, një grua dhe një burr në gjuhën serbe. Nam izuzetnu veliku podršku liste srpske u svemu. I tako je treba da bude. Ja imam veliku podršku u Srbiji. U Srbiji? Da, imam izuzetnu veliku podršku liste srpske u svemu. Kryekriminalin Radojčić, Shehulli e konsideroi mikun e tij më të madh. Znači, ja moram da kažem da je moj veliki prijatelj Milan Radojčić. Znači, veliki prijatelj. I on je prijatelj i naš. To što se dešava i što pričaju, što govore i što o njemu, znači uzmi malo sa rezervom i nemoj da pričaš o njemu kako si pričao do sada. Ne treba tako. Da, tačno. Për këto zhvillime të premten ka folur ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, i cili paralajmëroi edhe arrestime të tjera. A ka prova të mjaftueshme pasi? Absolutisht ka prova të mjaftueshme jo vetëm për te. Në audio-incizimin e të dyshuarit për spionazh Fatmir Shehullit, bashkëbiseduesit pretendohet se janë Duda Balje dhe Amir Rustemović. Deputetja bosnjake ende nuk e konfirmoi vërtetësinë e këtij incizimi, derisa Rustemović pohoi se është i përfshirë në bisedë. Për të diskutuar edhe më shumë sa i përket arrestimit të Fatmir Shehullit për spionazh e po ashtu gjithçka sa i përket këtij procesi, tash në lidhje direkte e kam avokatin Naim Rodali. Përshëndetje Naim. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je pjesë e misionit frontal, besoj që e ke përcjell këtë zhvillimin e ditëve të fundit, një ditë më herët u arrestua Fatmir Shehulli i dyshuar për spionazh. Sot ka dalur para trupit gjykues, realisht prokuroria ka kërkuar masën e arrestit dhe është vendosur për një gjë të tillë, mirë po shqetësuese është fakti që sa me lehtësi kryen aktivitetet e spionazhit në Kosovë. Po, në fakt, siç e dim tani të gjitha i ka dalë respektivisht para gjyqtarit procedurës paraprake sipas kërkesës prokurisë për caktimin e masës paraburgimit. Ne tani po e supozojmë këtë ngjarje dhe eventualisht mund të interpretojmë edhe dispozitat ligjore që janë, sepse unë nuk jam i kyçur në këtë çështje. Po mendoj se nuk është këtë me lehtësi, sepse personaliteti i tillë në vazhdimsi le më dyshje dhe ka sjellje të papërshtatshme ndoshta në publik dhe gjithandaj që unë vetëm besoj dhe shpresoj që në këtë rast Prokuria Speciale e Republikës Kosovës ketë vepruar mbi bazën e provave, mbase edhe patjetër që tani arrestuari prezumohet i pafajshëm derisa të vendoset dhe të vërtetohet në gjykim të formës së prerë, por lëvizjet e tij në vazhdimsi kanë lënë dyshime dhe nxitje dhe sjellje të papërshtatshme, që për mua personalisht ka qenë paksa dhe protesta e fundit e veteranëve që ka qenë ai publikante fotografi të masës në protestë, kinse dhe unë jam prezent aty, që ndoshta ka luajtur shumë herë dhe lojra të dyfishta, por mirë kur policia, prokuria funksionojnë dhe punojnë, por gjithnjë duke uruar që të kenë vepruar mbi bazën e provave dhe ato që janë shpërfaqur sot në seancë, madje edhe nëpër media,
të jenë të bazuara dhe të faktura së paku që dikush mos të arrestohet dhe mos të eventualisht të etiketohet me vepra penale pa pasur bazë konkrete. A është vështirë për të faktuar, ajo e përmandet edhe jo, pra që dihet lehtësimi dhe botërisht se ka pranuar edhe vetë zoti Sheholli për bashkëpunimet e mëhershme që ka pasur. A është e vështirë për mu faktu të rasti Shehollit, pra bashkëpunimi i tij me shërbimin sekret serb? Nuk është shumë e lehtë, sepse spionazhi është një vepër që ka karakteristika shumë specifike, sepse duhet argumentohet gjithnjë angazhimi dhe puna në shërbim të huaj, apo eventualisht qasja në informata sekrete, dhe në kupton se në dëm të shtetit të vetë të punoj për një shtet tjetër. Dhe në rastin konkret, pra dyshohet se tani i lartë përmendur i ka ndihmuar shërbimin e huaj, këtë rast shërbimin informativ, por kjo marrë se çfarë informacionit të çfarë rëndësia ai ka shpërndar tani dhe a ka efekt ky informacion apo jo, apo edhe eventualisht ky person dëshiron që në publik të bëhet tepër i rëndësishëm, por natyrisht se lëvizjet e tij janë te të dyshimta, sepse mundohet që t'i afrohet cili do personalitet dhe me gjas që ai mund të jetë që të shes informata në të dy anët. Por besoj se shteti armik nuk do ta tolerante në formën e tillë, por ai ka mundur eventualisht deri më tani që tek ne të shitet si një person tani do të thoja i korrigjuar e i përmirësuar dhe eventualisht të gjej streh në thuajse në shumë vende dhe tek shumë persona, por gjithnjë meqense është besoj tani në fazën e hershme të hetimit kjo çështje, prokuria dhe policia të arrijnë të argumentojnë atë tani për cilën vetëm se kanë vepruar. A mund themi që një pjesë të fajt e kanë edhe institucionet e Republikës së Kosovës, duke qenë se më herët kanë bashkëpunuar me ta, dikur ka qenë pjesë e institucionet e Republikës së Kosovës, më vonë doli edhe një artikull të Jeta në Kosovë, ku tregon që realisht edhe AKI-ja ka paguar një shumë të konsiderueshme të parave për punën që ai ka bërë në AKI. Arsim personalisht mendoj se ky personalitet është jashtëzakonisht me veprimet e tij dhe lëvizjet e tij shqetësues për shumë kohë në Kosovë, sepse ka mundësi që shumë persona e kanë shfrytzuar dhe ka pasur interesa të dyanshme. Dikush e ka shfrytzuar për interesa të veta, por edhe ky munduar që afër disa personalitete të mundohet që ta pastroj veten apo dhe të shtirë dhe të shitet se një personalitet tjetër. Dhe në këtë rast po mendoj që prokuria zbashku me institucione tjera përkatëse zbatimit ligjit siç janë policia, AKI, është dashur që por edhe pse ne nuk kemi një njohuri konkrete, por ndoshta edhe kanë të dhëna të mjaftueshme dhe kanë qenë nën monitorim dhe kontroll, së paku tani të kenë mbledhur prova, sepse veprimet dhe lëvizjet e tij pra kanë qenë të dyshuara, madje qytetarët janë shqetësuar kur kanë parë edhe shumë personalitete duke qëndruar apo duke u shoqëruar me të, dhe ne nuk i dim tani interesin e dyanshëm. Kjo çështja e takimit dhe kontaktit për të marrë informacione është madje tepër specifike, sepse duhet pasur kujdes kur takohesh me dikë për të marrë informacione, a më shumë mund të marrësh apo mund të japësh informacione. Dhe kjo pra është jashtëzakonisht e rrezikshme, sepse personat që takohen për të marrë informacione në interes shtetit duhet të jenë tepër të kujdesshëm dhe të trajnuar për të punuar dhe për të takuar me persona që mund të kenë efekte të dyfishme. Pra, personi i tillë ka mundur të takohet me shumë personalitete në Kosovë, kinse për të dhënë informata, por njëkohësisht ka mundur që të shfrytëzojë mundësitë e tij edhe për të marrë informata dhe ato informata për t'i dërguar diku tjetër, respektivisht në shtetin fqinj, apo në cilin do shtet tjetër, se spionazhi ka për bazë pra informatat të shpërndajë tek një agjenci tjetër apo shtet tjetër, dhe në rastin konkret gjithnjë në dëm të shtetit të Kosovës. Ndërkohë, Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveqlla sot ka paralajmëruar edhe arrestime të tjera. Gjithnjë është mirë kur punohet dhe arrestohet, por mbi bazën e provave. Unë e them tani, ditë më parë kemi pasur një pompozitet për disa veprime në drejtim të veprës penale spionazhi, por ato kanë rezultuar me hiç gjë, domethënë me zero rezultat.
personaliteti i arrestuar tani, pra ka më dyshjet jashtëzakonisht larta me sjelljet e tij, por cili do arrestim që ndodh, ne nuk i gëzohemi arrestimin dhe nuk i gëzohemi vetë ekzistimit të kësaj vepre penale që pashmangshëm se ka persona tjerë, besojmë shumë që punojnë për shtete dhe organizata tjera, por eventualisht nëse ka arrestime të tilla duhet veprohet, por gjithnjë duhet të argumentohet dhe mos të supozohet e mos të paragjikohet e mbi të gjitha mos të etiketohet dikush pa bazë eventualisht për cilin do kontakt. Nuk është cili do kontakt me një nacionalitet, me një person nacionaliteti tjetër apo me një shtetas një shteti tjetër që eventualisht interpretohet si spionazh. Pra spionazhi ka qëllim të bëjë me informata të rëndësishme sekrete dhe eventualisht që janë në dëm të shtetit konkret dhe në interes të shtetit tjetër. Nëse vërtetohet fajësia e tij, çfarë pra me sa vite burgi mund të dënohet? Po, vepra penale me gjasë për cilën tani dyshohet i arrestuari është jo më pak se 5 vite, e që mund të jetë nga 5 deri në 25 vite, nëse dikush apo kushdo që shpallet fajtor me vendim të formës së prerë, edhe pse gjykata ka mundësi që në kuadër të dënimit të bëjë lëvizje edhe në minimumin e paraport ligjor, mirë po minimumi i bie se pragu më i vogël është 5 vite burgim. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit frontal. Faleminderit juve. Ndërkohë ne vazhdojmë misionin frontal me informacione të tjera. Këtë prante janë dëgjuar 3 dëshmitarë në gjykimin ndaj 4 të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt. Në sesionin e paradites u dëgjuan Florian Avdiaj, Aurel Pajaziti dhe Valion Luka. I pari që dha dëshmin ishte Florian Avdiaj, i cili pohoi se 3 të akuzuarit, Naimur Seli, Granit Plavas dhe Kushtrim Kokallës, janë bashkëfshatarët e tij. Ndërsa Aurel Pajaziti theksoi se Morseli dhe Kokalla kanë shkuar 2 herë të lokalit i tij. Me të, ai thotë se Granit Plava kishte marrë me qira një vetur nga biznesi i tij. Valion Luka deklaroi se në natën kritike Morseli kishte kontaktuar përmes telefonit dhe mesazheve, të cilat i paraqiti para trupit gjykues. Ai tha se menjëherë kishte marrë makinën e komshiut dhe së bashku kishin shkuar në zonën ku kishte ndodhur rasti. Kjo seancë do të vazhdojë edhe në sesionin e pasdites me dëshmitarin Kaon Kokalla. Flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur, një 13 vjeçare ka vdekur si pasojë e shpërthimit të bombolës së gazit në fshatin Shajnë të Dragashit. Këtë bëri të ditur zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit Shaqir Bityqi. Pas arritjes në vendin e ngjarjes, është konstatuar se bëhet fjalë për të miturën me inicialet EI, vajzë 13 vjeçare, e cila kishte pësuar lëndime të rënda trupore si pasojë e shpërthimit të një bombole të gazit në shtëpinë e saj. Ekipi mjekësor në vend ngjarje ka konstatuar se viktima nuk ka shenja jete. Sipas informatave fillestare, nuk ka persona të tjerë të lënduar, ka thënë ai. Bityqi deklaroi se trupi i pajet është dërguar për obduksion e pasdite u varros në fshatin Shajnë, derisa policia po e ton rastin si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Emisionin frontale vazhdojmë me bisedën në studio, do të flasim për zgjedhjet lokale. Garën që është duke u bërë në komunën e Prishtinës, sigurisht fokusi dhe vëmendja është tek kryetarët, pra të kandidatët për kryetar, mirë, por një garë është duke u bërë edhe të ata që janë kandidatë për asamble komunale. Njërin prej tyre kam në studio emisionit frontal, ai është Andi Belegu, kandidat i PDK-s për asamblenë e komunën e Prishtinës. Andi, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal, kanë mbetur edhe nesër, fushat, mas nesër, fitoj kush fitoj. Faleminderit për ftesën. Po të pyes njëherë për debatin prama, për debatin duka gjenë? Po. Qështu dok? Mirë. Mirë, kam prit që kam e qenë në nivel pak ma të lartë. Kam prit që kandidatët kanë me i prezentu projektet e tyre për Prishtinën dhe jo me u marrë me inatet personalet cilat i kanë tashë një kohë gjatë me njëri tjetrin. Megjithatë, në përgjithësi ka qenë një debat i mirë, duke marrë parasysh praktikën që debatet nuk janë shumë të zakonshme, sidomos këto të kandidatëve kryesor në garë, mendoj që ka qenë një debat i mirë, megjithatë besoj që ka mujt me qenë edhe pak më. Kush e fitoi debatin? Kush e fitoi debatin? Ai që do ta fitoj Prishtinën. Përparim Rama. Uran Ismaili. Veç provokova.
Unë besoj që gjithë qytetarët e kanë vrejt që i vetmi i cili me të vërtet ka prezentu projekte cila do t'i bëjmë për Prishtinën në këtë debat, ka qenë kandidati jonë për kryetar Uran Ismaili, dhe besoj fuqishëm që do të hymë në ballotazh dhe pastaj do të fitojmë komunën e Prishtinës për herë të parë në historinë e Partisë Demokratike. Por Partia Demokratike e Kosovës ka bashkëqeverisë, edhe pse nuk ka udhëheqës me komunën e Prishtinës, ka bashkëqeverisë, madje ka bashkëqeverisë edhe këtë mandatin e përparim Ramës, gjysën e keni do bashkë. Po, për 2 vite kemi qenë bashkëqeverisje. Në ato 2 vite kanë fillu disa projekte shumë të mira nga gjitha drejtoritë cilat janë udhëheq nga Partia Demokratike e Kosovës. Shumë prej tyre projekte për cilat kryetari tanishëm po merr lavdata dhe merita, të cilat nuk i takojnë, megjithatë edhe ne kemi qenë pjesë e qeverisjes dhe natyrisht nëse gjatë kësaj qeverisje është bërë ndonjë gabim, ne duhet ta pranojmë, por projekti me të cilin garojmë tash është një projekt i cili është shumë konkret dhe konqiz dhe mendoj që me të vërtet do të sjellë të mira për qytetin e Prishtinës. Do të kalojmë prej një kryetari i cili ka pas fokus në disa projekte të cilat i konsideron të mëdha dhe janë të mëdha dhe janë shumë ambicioze, por të cilat as nuk kanë filluar as pas 4 viteve, ose nëse kanë fillu në këtë muajin e fundit të fushatës zgjedhore. Prandaj mendoj që me fitoren e Partisë Demokratike dhe Uran Ismailit për Prishtinë do të kemi një kryetar i cili me të vërtet e dën qytetin edhe shqetësohet për hallet e përditshme të banorëve dhe jo vetëm për dukjen e qytetit. Dukja është e mirë për turistët që vinë me na vizitu, por ne që jetojmë në Prishtinë vazhdimisht nuk është diçka që e ndryshon jetën tonë. Ne kemi probleme më elementare të cilat duhet të zgjidhen dhe qeveria komunale duhet mirët me to. Dhe cilat probleme janë këto që duhet mos zgjidh? Ka probleme të shumta të cilat i ka Prishtina. Unë jam kritiku shumë që kam thonë që Prishtina e ka humbë funksionin edhe është bogati e pabanueshme, megjithatë ky është realiteti të cilin po jetojmë. Ka problemet banale duke filluar nga furnizimi me ujë të pijes në zonën e fshatrave dhe në disa lagje të Prishtinës, pastaj probleme me mbeturina, me qenë të ndatsak, probleme si mungesa e gjelbrimit, mungesa e mirëmbajtjes së gjelbrimit, siguria në shkolla, që është një problem i cili është shumë prezent dhe është një problem i cili kërkon që të trajtohet me urgjencë, dhe çështje të tjera të cilat ne kemi prezantuar gjatë programit ton, arsimi në përgjithësi që është në një nivel megjithse drejtoria komunale e arsimit, po ashtu edhe kryetari janë të një mendimi që ka ndodhur përparim me implementimin e procesit gjithditor të mësimit, por ky proces nuk është duke shkuar në formën e duhur. Është i duhur, por nuk po shkon në formën të cilën duhet aplikohet. E jo, nëse vene në pushtet, pra tash mas këtyre zgjedhjeve, çka bani me arsimin? Po flas për mësimin gjithditor, një projekt i Lidhjes Demokratike të Kosovës që dikush pi lëvdon, dikush pi kritikon. Në realitet, mësimi gjithditor si koncept është një koncept shumë i mirë, për shkak që rrit socializimin e fëmijëve, po ashtu edhe përgjegjësinë edhe shprehinë e punës. Por mënyra që është implementu ka qenë shumë e shpejt edhe gjithçka është bërë shumë ad hoc. Do të thotë prej përgatitjes së infrastrukturës shkollore deri te përgatitja e kurrikulës. Ne do të intervenojmë në infrastrukturë shkollore, në ato pjesë ku mund të bëhet intervenimi në infrastrukturë dhe po ashtu do të ndërtojmë shkolla të reja ashtu që numri i nxënësve të jetë më i vogël dhe koncentrimi të jetë më i vogël në këto shkollat ekzistuese. Mësimi gjithditor si koncept duhet të jetë i mbushur jo vetëm me ato me librat edhe lanë që i kanë fëmijët, por shkolla si institucion duhet të jetë një vend ku fëmijët kanë dëshirë të shkojnë edhe kanë aktivitete ekstrakurrikulare, kanë aktivitete të ndryshme të cilat munden me harxhuar atë kohë. Unë kam kontakt me disa persona, për shembull në fshatin e Barilevës, i cili është fshati i parë në të cilin po implementohet mësimi gjithditor. Fëmijët ankohen që ka 2-3 orë
veç rrinë. Nuk kanë çka me bo në shkollë në atë periudhë. Prandaj top thuje luri. Po, ata kanë mujt me bo ata, po tash. Na kërëshëm shkollë, kur s'këshëm që më bo në gjushin i top që atë dhe u knashëm të. Problemi është që as topin nuk ju japim, shkak që nuk jepet rëndësi edukatës fizike ose landëve tila, ende kanë betë si landë të dorës së dytë. Prandaj duhet një ristrukturim i infrastrukturës, një ristrukturim i kurikulës mësimore dhe të ofron kushte më të mira që fëmijët të jenë më të kënaqur edhe natyrisht prindrit të jenë të kënaqur me procesin i cili po zhvillohet. Unë personalisht mendoj që kështu qysh po shkon më shumë po i dëmton fëmijët se sa që me të vërtet po sjell benefite për fëmijët. Po. Pse duhet votuesi i Prishtinës mi votu Urani Ismailin dhe PDK-n, të cilin para 4 vite nuk e kanë votu? Çka ka ndryshu Urani tashmas 4 vite? Urani nuk ka ndryshu. Urani është i njëjti që ka qenë edhe para 4 viteve, i njëjti person, shumë i përgatitur, një menaxher shumë i mirë, i dëshmuar në institucione publike dhe në biznesin e tij privat. Por mendoj që tani janë pjek kushtet që qytetari i Prishtinës nuk voton më sipas emocionit partijak edhe atij inercionit partijak, por voton duke zgjedhur personin i cili ofron zgjedhjet më të mira për Prishtinën. Tash natyrisht primatin e ka kryetari, me qenë sa i prezanton të gjitha zgjedhjet, por në realitet në këtë projekt që ju kemi prezantuar qytetarëve ka punu një gamë shumë e madhe ekspertve si të vendit ashtu edhe ndërkombëtare dhe jemi mundu me të vërtet me i sjellë zgjidhjet më të mira për Prishtinën. Ne kemi qenë në një dilema me premtu gjana megalomane të cilat janë parealizueshme, por ne nuk jemi të interesuar me gënjy qytetarin e me marrë votën dhe mandej mos me bo kur gjeq. Jemi të interesuar ato që i kemi premtu me i realizu. Me qka, nuk di, është hera parë që ti e në garë? Hera parë. Me qka po mundosh me i bind qytetarët për me të votu ty? Unë po mundohem me i bind me programin ton kryesisht, për shkak që, si që thash, është një program shumë i mirë dhe shumë kompakt, por unë kom një karierë të gjatë në shoqëri civile edhe mendoj që kom do një kontribut të çmueshëm për Prishtinën, prandaj me atë duke përdor backgroundin tim po mundohem që t'ju tregoj që është koha që gjithat përvoj ta jap si shpërblem, kisha me thonë si detyrim, ma shumë se shpërblem që e kemi ndaj qytetit tonë, i cili është katandis në një nivel që kur nuk ka qenë kështu. Prandaj mendoj që është koha jo vetëm unë, po edhe shumë tjerë si unë që janë jo vetëm në listën e Partisë Demokratike, po edhe në lista tjera të zgjidhemi, të bëhemi bashkë edhe të punojmë me të vërtet për të mirën e Prishtinës, jo veç me shku për interesa personale që kanë ndodhur fatkeqësisht deri në kohën e fundit. Kam përshtypjen që PDK ka në fat keq këtu me Prishtinën, duke qenë se nuk qëndron mirë si parti politike këtu në Prishtinë. Qysh ka mo menaxhukje situatë? Është shumë problematik fakti që në Prishtinë ekziston një farë averzioni, ose të paktën ka ekzistuar deri para një kohe një averzion ndaj Partisë Demokratike, por qytetarët e Prishtinës nuk kanë asnjë të keq, as nuk kanë pas ndonjë të keq për Partisë Demokratike, për shkak që Partia Demokratike kur nuk e ka udhëheq Prishtinën. Prandaj mendoj që është koha që qytetarët e Prishtinës të na dhoni një shansë që me ju tregu me të vërtet që ky ekip që e prezantojmë Partinë Demokratike në Prishtinë, jemi një ekip që me të vërtet e dojmë Prishtinën dhe dojmë punu për qytetin tonë. Ne nuk kemi qytet tjetër. Një pjesë e konsiderueshme e ekipit tonë është lind dhe është rrit në Prishtinë, edhe nuk kemi lëviz askund tjetër, kemi shku jashtë, kemi studiu, jemi kthy prapë me dhon kontribut. Prandaj mendoj që duhet me u ndërtu një besim në zgjedhjet nacionaleve që pam një ngritje të Partisë Demokratike në Prishtinë, dhe unë shpresoj që kjo do të vazhdoj edhe në zgjedhjet lokale dhe për herë të parë qytetarët do të befasohen në aspektin pozitiv për punën e madhe që do të bëjë Partia Demokratike në Prishtinë. Çka janë, së më thonë, nevojat, kërkesat që i kanë qytetarët të cilët ju i takoni, kur flisni për Prishtinën, kur flisni për ato që s'po funksionon?
Unë para se me hy ngarë, nuk kam njoft Prishtinën shumë mirë, po zonën urbane kryesisht dhe rreth e em kam folë për probleme. Hajgore se jo se kam. Më kanë tregu për problemet të ndryshme që i kanë, dhe unë jam nisë për ato një grumbull të vogël problemeve që ma kanë tregu, po nga takimet me qytetarë kom pa që qytetarët kanë me të vërtet problemet cilat fillojnë nga nivelli ma banal, do me thonë, problemi me ujtë pijës. Mandej në fshatra, ka fshatra ku kanë lumejnë edhe nuk kanë ura, nuk mundën me kalu prej njënës anë të lumit në anën tjetër. Ka mungojnë qendrat komunitare ku qytetarët munden me umbledhe dhe me izgjith problemet e lagjës. Shkollat thash janë të stërngarkuara, qerdhe nuk ka fare. Unë jam befasu me kërkesat e qytetarëve për qerdhe. Lagjet të mdhaja, si që është për shembull lagja e Dardania, ka një qerdhe e cila nuk mundet t'i plotësoj kërkesat e lagjes. Ka intervenime shumë të nevojshme, edhe intervenime të cilat komuna e Prishtinës mund t'i përballoj me kapacitetin buxhetor që ka, por të cilat fatkeqësisht janë neglizhu edhe ne këtë kemi pa në çdo raport financiar të komunës së Prishtinës, për shkak që është një prej komunave me mbetjen më të madhe, sidomos në investimet kapitale, ndërkohë që është komuna e cila ka nevojë me rritjen më të madhe të numrit banorëve dhe ka nevojë për zgjerim të shërbimeve të cilat i ofron. Një problem që është në komunën e Prishtinës ka të bëjë me kolonat, me trafikun. A ka në zgjidhje që e ka Partia Demokratike e Kosovës? Trafikun ne do ta zgjidhim për 18 muaj, prej kohës kur e marrim mandatin, për 18 muaj do të bëjmë zgjidhje për trafikun. Hapi i parë për zgjidhjen e trafikut do të jetë hapja e sheshit George Bush. Edhe po zgjidh ka probleme me hapjen e... Jo, nuk zgjidhet problemi, po është një prej elementeve. Është një prej elementeve të problemit. Duhet hapim sheshin George Bush, pastaj duhet të shtojmë numrin e semaforëve në qytet, për shkak që numri është shumë i vogël edhe krijohet tollovi për shkak mungesës së semaforëve në udhkryqje. Pastaj do të rishikojmë transportin urban. Kemi bërë një plan i cili parasheh shtimin e numrit të flotës autobusëve të trafikut urban. Këtu përfshihen autobus, minibus edhe strukturat të ndryshme të mjeteve të transportit, jo tramvaja, po vetëm formë që... për që të punën e tramvajt? është shumë e çuditshme, është një premtim i cili me të vërtetë është qesharak edhe nuk e kom prit që kom ardhur në këtë fazë, sikur të kishte një premtim, me thonë brenda 3 vjetëve bëjnë një tram, ndoshta kishte një besueshëm, por me prit që një mjet, një mënyrë transportit, një metodë re transportit, e cila kërkon përgatitje shumë të madhe, me thonë ko me bo deri në qershor të vitit 2026, është qesharak edhe është manipulim me qytetarët në një periudhë ku ka pas nevojë me përmend ato. Për ma tepër tramit të cilin e ka propozu për Parim Rama është një tram 32 metra, pa shina, gjys hibrid, gjys, do me thonë, as vetë nuk e kanë qartë idenë që ka... A i ka me ecë prapë në për qëto rrugë edhe... Çdo rrugë ngushta që kerët s'po i nxojnë. Kerët nuk i nxojnë, a i vynë me pas korsinë veçantë. Korsinë veçantë nuk mundesh me bon Prishtinë. Mandej, qaj format të cilin e ka propozu 32 metra është format i cili është implementu në Kinë edhe në Dubai. Nuk ka vend tjetër. Ani para shumë nësi në Dubai. Afër jemi Dubait, po nuk e diën disa, mandej për ma tepër s'ka studim të fizibilitetit, nuk ka as procedurat prokurimit të cilat zgjatin shumë. Është e pamundshme që deri në qershor të vitit 2026 me pa diçka të tillë në Prishtinë, po çka ka ndodhur të dielën e Prishtinë? Unë të dielën mendoj që ka me qenë një ditë feste. Për kohë? Ka me qenë ditë feste prej mëngjesit, për shkak që unë si person institucionalist besoj shumë që zgjedhje duhet me qenë ditë feste, besoj që do të kalojnë pa incidente, fryma në cilën po zhvillohet fushata i kontribon mungesës incidenteve, edhe natyrisht në orët e mbrëmjes, pas mbylljes së vendvotimeve, do të jetë fest për Partinë Demokratike të Kosovës edhe për këndo që do të jetë në ballotazh me neve. Pra ju feste konsideroni vetëm arritjen në balotazh?
Fest e madhe do të ishte nëse fitojmë pa balotazh, po kjo është diçka utopike dhe mendoj që hapi i parë është të hymë në balotazh e pastaj do të festojmë në ditën kur votohet për balotazh me nëntor. Cila është arsyeja ose a me 3 arsye pse do të më votu urani e jo përparimi? 3 arsye, 30, jap 300. Jo, 3 se s'kem ku se e krytë. Fillimisht, thash, urani është një person i cili është i dëshmuar në menaxhem, si në Ministrinë e Shëndetësisë, po ashtu edhe në fusha tjera i ka qenë shumë i suksesshëm, gjë të cilën fatkeqësisht nuk e ka përparimi, për shkak që kemi pa menaxhimin që i ka bërë komunës së Prishtinës. E dyta është ekipi fantastik i cili është prapa Urani Ismailit. Është një ekip me të vërtetë që përfshin ekspert të fushave të ndryshme, edhe secili është shumë kompetent për punën e vet. Edhe e treta normalisht është programi dhe zgjidhjet e përditshme, zgjidhjet të cilat do të ndikojnë direkt në jetën e qytetarëve. Ne nuk flasim për projekte të mëdha, ne flasim për diçka që qytetarin e prek në momentin kur fillon me u implementu. E 3 arsye pse më të votu ty? Një, pse jam pjesë e ekipit Uranit. 2, është karriera të cilën e përmenda pak ma përpara. Mendoj që kam dhënë një kontribut për Kosovën edhe për Prishtinën. Edhe e treta është vlerat për cilat qëndroj. Unë mendoj që qytetari ka nevojë për një qeveri transparente, e cila është afër qytetarit edhe e përmirëson jetën e qytetarit. Prandaj besoj që këto janë disa arsye të cilat ju shtin me votu mu edhe mu si pjesë e Uranit. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit shumë. Faleminderit ju të nderuar shqiptar që kanë qëndruar me emisionin frontal. Këtu po japim fond për sot, duke falendëruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të Shtetit.